Projekti i parë është Universiteti Nën Tereza, projekti i dytë për të përfunduar sheshin Skënderbej, projekte tjera të cilat janë në fokus është mbi gjitha arsimi. Ka më shumë, mirëpo dy projekte të rëndësishme që janë për Shkupin, për Çajirin, vlerësoj që i ka munguar arsimimi në shkollë më të lartë. Pra projekti i parë është Universiteti Nën Tereza, i cili po presin të vendosë zburt themeli, që është 40 milion euro. Projekti i dytë, i cili po ashtu është i rëndësishëm se kapaciteti vetëm në Çajir është ekonomik, është qarshia e vjetër, e cila është më e madhe në Ballkan, dhe ka filluar prokurimi për zgjedhjen e ndërmarrjes për të përfunduar sheshin Skënderbej edhe për fazën e tretë që në kupton parking nëntokësor për 400 vetura që e zgjidh problemin kryesor të qarqisë së vjetër. Ndërsa projekte tjera të cilat janë në fokus është mbi gjitha arsimi, ashtu siç ndërtuam qerdhën Bambi përballë stadiumit klubit futbollistik Shkupi, Shkupi, të njëjtën të atij modeli, pra ka vendim në qeveri për të ndërtuar edhe dy tjera në Çajir, ndërsa tek arsimi fillor ka filluar Kongresi i Manastirit me një ndrim, po punojmë pra në ndërtimin e dy shkollave të reja, që në 8500 zonës të Çajirit të shpërndahen në çdo shkollë nga 700 zonës, pra fokusi do jetë mbi arsimin, rinin, sportin, kulturën.